Shikues të nderuar, përshëndetje nga televizioni DTV dhe nga Oda e televizionit. Me emisionin ton Vlerat e folklorit, do ta lexoj pas kësaj melodie me këtë instrument karakteristik që në vazhdim do të i përshëndetemi musafirët dhe do të shpjegojmë për këtë vegël, do të them kështu. Me këtë emision tonin po e bëjmë një udhtim emocional, historik, ku e kalumja takohet me të ardhmen, me të tashmen dhe të ardhmen. Pra, musafirë të nderuar, mirë se na erdhët në emisionin ton. Krenar Doli, mirë se erdhe në emisionin ton. Mirë se gjithë. Faleminderit shumë. Une me këtë instrument karakteristik e fillon një pjesë një melodijës, Vallja Sabahit është quajt. M'dul përpara vitet 68-69, m'dul përpara Qamili Vogël, Hadi Bajrami dhe grupi i Merizës me këtë valle në pllaka atëherë që e kemi ndëgju me ëndje. Grupi Hadi Bajrami. Shumë e vërtetë. Edhe një mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Faleminderit për ju për ftesën që na ke bërë televizionit DTV. Faleminderit edhe juve. Kemi kënaqësi të madhe që ju na keni ftuar në këtë emision. E keni prit me padorim. Valla dhe na kena prit me padorim, mati, kohë kena pritën. Faleminderit shumë. Për bisedë, kena që me bisedu shumë, po koha qaq në e mundësit, sa që të spjegojmë pak për kulturën, traditën, gjakovare dhe historikun e njerëzve të cilët kanë dhonë mundin dhe djersën për art edhe kulturë edhe tradit. Fjallën po ja japë me profesor Krenar Dolit për këto 3 libra që na e ka prunë sot këtu, edhe besoj që do të na e lënë neve, edhe do të na shpjego pak. Faleminderit edhe një herë për konsideratat dhe për ftesën. Jemi, siç e tha dhe sa Bedrosh edhe të tjerët, jemi të nderuar që grupi Hadi Bajrami është pjesë e televizionit juaj. Për ata shikues dhe dëgjues të juaj, grupi Hadi Bajrami është një grup që jeton, që vepron në shtetin e Gjakovës dhe që me fanatizëm ruan traditën e të parëve tonë, duke filluar prej Hamza Kavaqit, Kolçorrit, Ramadan Gongës, Merizës, Qamilit Vogël, Maslan Bezinit, edhe shumë tjerëve, Hadi Bajramit, Gjeladin Derrit, Hamës Balës, edhe shumë tjerëve që kanë dhënë një vullë të jashtëzakonshme në traditën muzikore të shtetit Gjakovës. Faleminderit shumë, i kom lexu shkrimet e tua, prof. Kanë bërë më rënqedh çfarë kontributi dhe që në çfarë mënyre, në çfarë kushte kanë dhënë kontribut ata edhe e kanë më gjallë. Apo na shpjegon pak temat? Po, me thonë drejtën baza, siç e tham, është ahengu i shtetit Gjakovës, që daton prej viteve 1805, 1807, disa studius danë të vitet 1883, 1887, jenë përfaqësues kryesor të shtetit Gjakovës, është Hamza Kavaqi, Kolçorri. Formacioni i parë bazik i shtetit Gjakovës, mas një rol të jashtëzakonshëm në kulturën muzikore të Gjakovës, luan Meriza, se siç e kemi thënë edhe në shkrimet tona, kontributi i tij në levrimin, në kultivimin e këngës gjakovare është i jashtëzakonshëm, se siç dihet ai ka qenë pronar i 2 fshatrave të veta, Marmullit dhe Bishtazhinit, dhe të gjithë pasuninë e vet e shkrin për ahengun e shtetit Gjakovës. Jemi të folë për vitet 1900 e pak, kur njerëz nuk kanë pas ardhna. Nuk kanë pas ardhna me bo, do më thonë... Me zhvillu aktivitete. Jo vetëm aktiviteten, po edhe ceremonitë e dasmave. Qashtu. Do më thonë, qofse bëjmë një krahasim me kohët e sodit, është kohë që kemi pas gjithë ardhna në trup, do më thonë, veshja ka qenë. Dhe që ka bëjë Meriza? Meriza, le që u shku, e ka bëjë darsmën pa para, po grupën e vetë, e ka thirë nodën e vetë, e ka thonë kemi më shku të Baca Xhemal, ose të Samiu, ose të Bedrushi, dhe nuk ka Baca Xhemal pare me thonë, mos ta kurisim njërin, hajde ushqejmë në shtëpi, edhe t'ja bëjmë darsmën që shëka As me darkë me s'me rënue. Që ajo është konë tradita bujare e ti,
dhe familjeve lejtare të qytetit Qakovës. Drejtojë gjithë këngëtarëve. Patjetër. Po është kohë tjetër, tash të kuptomi është kohë tjetër, kohë që nuk i vjen. Edhe vetë fakti që ne ju kthejmë kësaj, jemi nostalgji për atë muzikë, për ata njerëz që Shumë e vërtet. Për shembull, dalim te Çamili Vogël. Po. Çamili Vogël nuk është vetëm këngëtar, po është personazh poliedrik që ka qenë krijues i mes 80 këngëve, ka qenë interpretues, po ka qenë edhe mbledhës i këngëve në të gjitha trevave ku ka frymu gjua shqipe. Po jo vetëm gjua shqipe, pa i ka shku deri në Siri, në Azerbajxhan dhe në Turqi me mbledh folklorin ton tradicional. Në 11 blet e tij, me 450 materiale muzikore, të butunën vitet 1957 deri në 78, janë dikuja 450 këngë materiale muzikore të gjitha trevave. Të gjitha trevave. Në vitin 1957 është pleni i parë i titullon Bylbylin Çabrat, që është i notarizuar me 19 krijime autoriale të tij, të transkriptuar nga ana e profesor Lorenzo Antonit. Përmbajtjen pak të kësaj libre... Po, ky libër është kontributi jon së bashku me Bestar Vulen, që flet për figurën e Çamilit Vogël, ku figura e tij është pa në disa këndvështrime, jo vetëm si krijues, po si mbledhës, edhe si krijues i shoqërive kulturartistike në ato vende ku nuk ka pas tilla. Dhe Çamili Vogël si zbulues i talentëve të ri, kur dihet mirëfilli se shumë këngëtarë eminent kanë dalë nga dorët e Çamilit Vogël. Njerëz që kanë shkruar për Çamilin apo njerëz që kanë pas vdekjes tij normalisht janë kontributet e gjithëve që flasin, është një kontribut i profesoreshës Gjem Shugraman, që është profesoresha në New York, etnomuzikologe, që thotë që nuk ka njeri në shekullin 20 që ka bërë më shumë se Çamili Vogël në folklorin tradicional shqiptar. E ndëgjom një melodi me këtë instrument Bugarina. Ka na vjen ky instrument? Po është instrument që si pas organologëve, Ramadan Sokolit, Piero Misos dhe shumë të tjerëve, thuhet që Osmanët në kohën e prandorisë osmane e sjellën në Ballkan rreth shekullit 15-16, 15 përmendet shekulli 15, në Shkodër hyn rreth viteve 1925, pastaj në Tiranë dhe në Gjakov hyn pak në qatë periudhë, po instrumenti i Bugarisë ka qenë instrument karakteristik që është lut ahengu i qytetit të Gjakovës. Qysh akordohet Betrosh? Qytetat bashk. Po. Qytetat bashk, që Thomas Lirë, trash me trash ky. Sa tela i kokre? Trash në saj, e që kjo është pak më shlirë. Sa tela, 4 tela. 4 tela. Dy një tingull. Është karakteristik. Për kurit kë instrument përdoret, për shembull, që kjo Bugarin pikajt, dhe për kurit është në dorë t'juja, që kë instrument. Instrument, kështu kemi filluar me instrumenta dhe ky. Kush i ka ra para juve? Përpara neve i ka ra Gjeladin Derri. Në grupin e Merizës ka qenë. Ma përpara Pjadici ka raj. Edhe ka qenë shumë i zoti, shumë i aftë për atë instrument, edhe ka shku me grupin një vjetë si i përmende ky Grenari. Nuk më kujto që la ko ka qenë e atërë. Gjeladin Derri, do me thonë i pari, e kanë përmende edhe një farë Tollumi mbjenin, Tollumi edhe ai kish pasur Bugarisë. Hadi Bajrami ai ka po. Hadi Bajrami ma vonë. Hadi Bajrami kur mësua i shkon mësuar në veti, mira instrumentit, po tash të njek muzikantët ku janë të shku këta ka shku kytinës të ndigju ata. Edhe për mendni instrumenti që çfarë tingulli ka dhe çfarë dyzeni. Ja kanë nxon dyzenin, ja kanë nxon tingullin krejt edhe ka përvendësu veglën. Po paka e ka qenë pa hinat biseden me ju, me të mbërsh ti më na i prezentu kolegët e tu të grupit. Unë mas pojë për vetë vetës, po nisna. Sami Podrimja. Bedrosh Podrimja jam. Unë mas pojë këmë ra Sharkijës, po me kalimin e shokëve që në kanë vdek, më ka dhudh pa tjetër me marë primin tash mira. Ane. Edhe Haki Regjin,
që tash edhe violinës, edhe këta kena pas vallë me thonë drejtën universal. Ku ka nevoja, këta kemi shti. Shkojmë të shehu. Të Shemyrta, ky ka bëllë ma herët, po ka bëllë me grupe tjera, në muzikën tonë nuk e ka pas fort. Tasine, po që tash e kena marrë, na kena qitë, jemi ka më mëmë. Shkojmë mbi emna, tani kur keni fillu ju pyti. Shemyrta, Shemyrta tash e kena marrë, ka pas dëshirë dhe ma përpara mirë, po vëlla, një kena pas smeni vëllon e ti solist, me ne e kun, ka kalu edhe. Edhe mas ne e kemi marrë këta. Fadili vëllau e jam është, po, edhe ky qysh i vogël, ja ka fillu mira Sharkijës, Fadil Podrimja, Bedrosh Podrimja, Fadil Podrimja. Shkojmë të... Kurse Samia ka qenë qysh i vogël me ne, me Adi Baramin me ne, ka kalu mas ne ka dalë në kongë, dërëve të kakit. I kemi edhe dy jashtë skenës, për shkak të venit. Cilët janë? Kemi edhe tash Hasan Gashin. A mund me kap kamera, nuk e di. Hasan Gashin e kemi, edhe Mustaf Gashi. Hasan Gashi edhe Mustaf Gashi. Shifën kur të fillojnë kam. Hasan Gashi i vjen Sharkijës, Mustaf Gashi e ka defin, ritmin, edhe solist, edhe kënan, ka pak. E tash që ky grup prej kurit funksionon, kur është formue? Na kena formu mas pari me Akini, na konë me një grup, që i na mundu me organizu një jasë, po ma në fond të kena pa që unë e kjo, ku jemi bashku me Adijin bashk. Me Adi Bajramin. Me Adi Bajramin, mas pari në shku me që të burë, kena lyp kongë të Adija. Edhe kur na ka pa e ne se qysha si na ka dhonë një kongë beke e fështirë, me mësu me melodi, pa da përmojmë na, po e përvëndësum në atë kongë, kërë e kemi përvëndësum në atë kongë, atër ka fillu, kemi pas një fatë mirë, në ka orë Qëmili Vogël, jemi konë me këta bashk, Qëmili Vogël në ka orë të Adija, edhe a e shtarë për disa kongë me pytë Adijen. Edhe, tha që të Adijem, tha, i ku marë, tha në grupë, po jenë mirë, tha, jenë po kënë, për tha Adi, tha Mili, tha po mërë, pash me thonë drejtën, vëlloj, pak u rrëdhë shumë për Qamili, se Qamili Vogël. Po, ja konë në mes dyve në mindarë, na jemi konë ullë poshtë. E kemi nisë në me kënu që atë kongë që në dha Adija, ma bukër më dole se më thanë. E ku e kemi nisë me kënu atë kongë, vëqe ka bu Adija, sta aji, është bëjtë të poshtë, edhe ka qitë dorë kreve, i thotë Adija, sta këta dy bilbyla me mi punë palat kulturës në Shoshnin, me i mkuadru Shoshnin e vjetër të Mërizës. Të Mërizës. Edhe prej aty, dhe më iniciator, që Amili Vogël, Lokon, mas pare që jemi mkuadru në Shoshnin e Mërizës, edhe prej aty ta kemi fillu. Unë me këta, atër kam marrë një violinistë që në ka dek pak ma herët. Edhe jemi mas në edhe kjo gzim ma mojë. Gzim Elshani. Me gjithse këta këtë kanë kalu. Cilat vite kanë qenë mund e dhenë? Do më thonë, në Shoshnin e Mërizës, kërë një kuadru, në akon diku vitet të 10, edhe të një që ty, por ju konë, që në bashku me Shoshnin e vitet. Me Adi Bajramin? Me Adi Bajramin, se keshtu të kalëzu, me Adi Bajramin e i në shku me marë kongë aty, edhe pak me dro, a thua du të ne e pas të të ne e, po a i kër e pave që qysha në qfarë, asi një jemi, tha, ju tha marë, tha me neve, me Hadin marë, tha me neve në grupë. Po atër e prej aty të kena kalu si të kalëzove me në grupë madhë, edhe prej aty të mos i nadona, në pra hengjë, në për... Me Adi Bajramin. Edhe që kemi pas a engjë që me ta thonë drejten që nuk kena pas kohë më nejtë të shpia më pa dhe me familje. Në gjumë i gjishëm thmin, në gjumë i lishim dhe i dilshim. Ajo konë kuptohet para luftë. Cëllën vetë pa të vdek Adi Bajrami? Në vitin 2000 ishën. 2000 ka vdek Adija. Sa ka pllaka dhe albume ka shumë me Qamilin e vogël Adi Bajrami? Ka, nuk e di, unë për asin e sa ka, po ka pas pllaka. Ka i kena për cilë ato dhe nasi? Ju nështë i mundi me ditë edhe ma shumë, se ju i keni për cilë ato. Kena për cilë ato. E tash, një harmonium, një harmonium e dorës. Po, e dorës. Ato ka pas Malur Stubla. Malur Stubla. Po, Malur Stubla ka pas ato. Edhe ajo instrumenti i rrallë, që unë në kom pa hala kërkon që im bërshën që ati instrumenti. Edhe mas ti mos të tyra kërkush a ju? Ja, është vetë, si ka vdeka. A e ka dikush atë instrument? Prej familjes? është në familjen e ti, po nuk e di
nuk e di kush e ka pas nipi vet, po nuk e di a është, domethënë është akoma aty. Unë me të nëjnë e kam që që instrument ishi ardhin prej Arabisë, po, ashtu, me sigurisht Është karakteristik. Po karakteristik. E kom vetë bashkë pëse në Malosh, në atë kohë, thash, pitkoj të kjo instrument, a kemi në këtu? Ka thumë këtu s'ka. Kjo ka thumë ka orë pi Indijës. Kena shka me folë shumë tekstet. Ju po i trashigoni tekstet e hershme, edhe po i qëtë nësë une thash me një thonje. Është një emocion historik ku e kalumja takohet me tashmen dhe të ardhmen. Ky kombinim i instrumenteve, ju e keni vazhdu rrugën e ansamblit Ymeriza të fillue, pastaj Hadi Bajrami edhe ju. Mas kalimit Hadijës. Mas kalimit Hadijës. Edhe kena marrë emnin e të... Edhe keni pakzu me emnin Hadi Bajram. Qërsa bukur. Qërsa bukur. Ka mërituaj për me apërsa. Këtash këj kombinimi juvi, dhe mon është karakteristik se ju i punoni kongë folklorike, amo me në të stilin popullorë. Po. Ilahiti, përdarni? Edhe me Ilahi, po. Edhe Ilahi. Përdarni shumë. Unë e i goj, pa e gjeni tungë shka i keni... Në kongë të arshike që i kënojmë. Arshikie, qashtë. Kongë arshike që i kënojmë. Unë e kompani për Hadijës, dhe ke... Kur bëshim me shku ndasma, dhe ke burë, dhe ke duke me marrë avdes, për me shku dhe ke ndasëm dikon. Se Hadijës, dhe ke këto kanë lidhe me Ehli Bejt. Rrugën profetike, me Ehli Bejtin. Rrugën profetike. Profetike. Edhe, ashtu ishë. Rrugën për nga merve. Se për shembull një kongë është për shembull që e nisim na ngoni shok çka thot Nezimi, na kënaqim jashtë po e nisim fillimin me bismillah këtë kongë e nisa me bismillah dylberi jem mas po e kemi thonë atë ja kem pak të dylberi tash me bismillah këtë kongë e nisa. Krenar, kena shka me shtu prof shumë. Patjetër. Po të kallëzoj edhe jo une po edhe gjithë shikus edhe me ondje ju presin me kongë. Ky grup, veç edhe një dishka, ky grup funksionon në kodër dhe tanak, apo ju mbështet komuna dishka, apo dikush ju? Kur gjithë në kam mbështet këkush deri që tash, vetën me vegle mërket, mas e fermdrej dhe krenorën që në ka botë mund, në ka ble violinën, se nuk e kena pas violinën kërka, në kanë ble violinën, faleminderit shumë për të në. Faleminderit të në. Krenar, me këto libra, që shpo gjinë e shëburë? Po mirë, na si që tha dhe Boca Bedrosh, kemi fat që vim nga një qytet që ka thonë shumë për artin muzikor. Dhe kemi që ka më thonë, kanë zirë, kjo tradit muzikore kanë zirë figurat rëndësishme, që e kemi kuptu fat mirësirë si mision, për që edhe brezave që do të vinë, t'ju lojmë një trashëgimit, kush ka qenë Gjakova në artin muzikor, dhe pse jo të arrujmë me fanatizëm, kongën e vjetër gjakovare. Një prej, do më thonë, njerëzve që runë shumë me fanatizëm dhe me si tekstin, si melodin e janë edhe grupi Hadi Bajrami që gjej rastin edhe për mes valëve të televizionit juj, ti falendroj që këto perla, këto vlera po i transmitojnë ashtu si që i kanë lujtë parët tonë. A ko pasarës Hadi Bajrami? Ka. Që kënanë? Jo. Që e trashikon? Iqë. Por një se ka iqë. Në regull, na i përshëndesmi gjithë familjet e ty në cilët kanë dhonë një kontribut, nuk janë këtë botë. Shka për në thu pak 2-3 fjallë me kitë grupin tonë? Përshëndes, shumë faleminderit se në keni ftu, edhe gjithmonë me gëzime të mira. Faleminderit juve. Edhe ju dyran ka 2 fjallë. Se më kanë pranun këtë që... Edhe unë e përshëndes mëse që më Faleminderit për ftesën. E përëndoj edhe... I foli Bidrushi fjallë për na për me foli kemi shumë, po kemi kohë pak. Qashtë, po të limitume pak, qashtë, po, qashtë, të lomë hapsin. Hajde sa me burë edhe të... O, mësa Gjemal, faleminderit shumë për ftesën e juj. Nërë kofshi, faleminderit edhe juve. Televizion e juj, ju dëshori punë të marrë shëndet të plot që do të mirë. Shumë faleminderit. Edhe unë e prej vëqënimit, jam me këta. Me ta, bravo, edhe me shneta ju po në uftë. A ki diçka me në thonë pak? O, për Adin. Mere pak mikrofonin. Faleminderit Figo për ftesën e juj. Unë Adin, kërë më koni ri 15 veç, e kom njoftë,
e më konë Marak në Bugari, e pa ta shkoj, pa ta thonë se pe bishkort. Ani? Ba ta dhe thasha, mon ma bo për i Bugari, thërë se e Marak, tha po, ba ta thara. Hate merra tha, sa di jau, ma bo një një të vogël. Edhe hina me ta, dhe ma thonë, ma bo një Bugarin, e morra edhe u aftësovan. Ma vonë që tha, Vedrushi, shkum të hadia, edhe përshëndetën me ta, edhe i ardhnirë që shkumna, edhe në nali. Bravo, edhe sa Ju tha, jeni tha me mu. Ju peneroni edhe kontributin e Adi Bajramit e të qamilit vogël e gjitha atyne që kanë vepa me këtë punën e ju. Edhe një, pas Akijës është me Bugari edhe e të rëshikon edhe Sokoli. Sokoli. Një vëllaj, Ai për momentin është në Gjermani, se Allah është... Ane përshëndesme edhe Sokol për drejtja. Falemderit shumë. Aja lëmë radhen, kongë vetë bërë se unë më në që po presë mi unit të kënu, bre. Aja lëmë radhen. Falemderit shumë për bisedë. Krenar profi, këto libra janë dedikume për... Për juve personalisht. Falemderit shumë. Pikzoni. E ishala kishnet piksfari, e ishala nivohet edhe gjepi, Faleminderit. se këto nuk shkruan edhe pa gjep. Faleminderit shumë. Falemderit shumë, edhe botime tjera. Ti nuk punoj dhe në Turki, po të shof, të e prezentu kulturën, traditën gjakovare dhe shqiptare më barë. Faleminderit. Shnetit punofte, dhe zoti që të kemë një rast tjetër, na spjegojsh edhe ma shumë pak. Falemderit shumë për bisedë, shikos të ndërum, unë më gjithë po presim janis ta me kënue.
këngëtari ati Bajrami. Lam ablajmi, laj majzije, një këngëtari ati Bajrami.
breshon, o ti pasu kuqe, nalë ka dale, shaqin quri, zgjerje lje, o s'jeti shok si puri.
Aman, aman, oj për ti që veni dërmit, në marruni aj malin. Aman, aman, amadoren për lidor, si virtyta tonë për por. Amadoren për mizemën, si ka borë Allahi Duar trokitje të botës mirë shumë pas juve. Faleminderit shumë grupi Adi Bajrami. Kush ishin me def ky edhe ai me Sharki? Asa Goshi edhe Mustafa Goshi. Shikos të ndërum, me grupin Adi Bajrami nuk ishëm ngi me kongë sonte ton notën, po kua qaq na premton, bile e kena tregu, e kena te kalu limitin e kohës për hir të kualitetit edhe respektit tyne që na kanë bërë sonte. Faleminderit edhe njerë shumë. Faleminderit edhe juve gjithashtu. Shumë, Adi Bajrami, faleminderit shumë.